Shkues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Energjia elektrike është një prej shtyllave kryesore të vendimarrjes politike e ekonomike në vendin tonë. Çmimi i energjisë elektrike ka me përcaktuar çmimet e produkteve të tjera, ndërsa tarifat kanë me përcaktuar edhe zhvillimin ekonomik. Në muajt e fundit është folur shumë për tregtinë e energjisë elektrike dhe për njësorët elektrik të cilët kanë evidentuar kohën gabimisht. Në vitet e fundit, miliona euro janë ndarë për subvencione, për eficiencë të energjisë dhe pajisje për ngrohje. Kjo politik ka shtu investime në ngrohje eficiente të cilat kanë rritë edhe konsumin e energjisë. Në 5-6 vitet e fundit kemi folë për shumë afera në energji, por ende nuk kemi llogaridhënie të thellë politike dhe penale. Po cila do të jetë llogaridhënia për të bëmat e energjisë në vitet e fundit, këto kemi me i diskutu në studio me Janina Ymeri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Avni Arifin prej Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Agon Sinani, gazetari cili ka hulumtu për jetët e transmisionit, dhe Visar Prebrezën, gazetari cili gjatë shitjes së Kecit zbuloi edhe shitjen e hidrocentraleve. Në këtë debate kemi ftuar edhe lëvizjen vetëvendosje edhe Partinë Demokratike të Kosovës. VV ka thënë se kanë takim e PDK janë të fokusuar te lista kandidatëve për zgjedhjet e 7 qershorit. Në këtë debat gjithashtu e kemi ftuar edhe zyren e rregullatorit të energjisë, po as ata nuk e kanë vlerësuar që duhet me qenë pjesë të këtij debati. Fillimisht lajmi i parë, ZRE nuk e ka rrit çmimin e energjisë elektrike. Janin, a është ky vendim për shkak të zgjedhjeve apo nuk kena nevojë për rritje të çmimit? Vendim politik për shkak të zgjedhjeve, pse edhe në raportin e ZRE-s shihet që ka pas rritje të importit, rënje të prodhimit, mirë po kur është bo raporti përfundimtar, ka nërë përfundim që mos mi rrit tarifat energjisë elektrike, duhet me qartësu, na e kam thonë edhe marrë, nuk kena pse me pagu rritjen e tarifat të energjisë elektrike, edhe nuk kena pas kur gjë, as forcë madhore, as gabim në të arsyeshëm, të justifikueshëm për me pagu. Kanë reflektu për shkak të presionit që ka ndodhur, edhe për shkak të mundësisë në humbje, jo në humbje përgjithshme, po në ndikim në rezultate të zgjedhjeve. Njëjtë ka ndodhur, veç ta kemi qartë, njëjtë kena pas edhe vitin e kaluar zgjedhje. As është bordi i ZRE-s për shembull i pavarura? Thuhet që është i pavarur, po nuk është i pavarur, puna aty ne ka tregu. Ki njerëz për shembull më kanë dërgu fotografi që janë kon fushat me Albin Kurtin, janë antar bordi, domethënë pi fushatës, pi autobusit, del aty pa problem. Edhe se voton prej kuvendit, por çka du me tregu është që vitin e kaluar ka pas zgjedhje njëjtë, po është rrit energjia elektrike, po presioni kësaj here mediatik, politik, në gjitha anët ka bo që mos me rrit tarifat e energjisë elektrike. E mas zgjedhjeve të shkurtit, për shembull, janë rrit çmimet. Po flasim mas zgjedhjeve. Po ka pas krizë, domethënë janë prit prap zgjedhjet, se u shikë që qeveria nuk po bëhet, po prap janë rrit tarifat e energjisë elektrike, por nuk janë vetëm zgjedhjet. Po këtë herë presioni i madh ka bo që më konë zgjedhjet gjithashtu, edhe llogaridhënia, se shoh dhe raporti përfundimtar ka ndryshuar tash në ZRE. Avni, a është ma shumë politike apo është ma shumë e arsyetueshme ekonomikisht? Vetëm politike është. Për me plotësu Janinën, një medium që e ka marrë vesh vjetë se do të ketë shtrejtim të energjisë, e ka dhënë lajmin që do të ketë shtrejtim të energjisë, dhe ai medium është linçu nga lëvizja vetëvendosje, se është medium i Serbisë, se është medium antikombëtar, sepse nuk është e vërtetë që ka rritje të energjisë, u kryen zgjedhjet 16% apo. Si vjetë, ZRE-ja është ditë që ka qenë propozimi për rritje të 23%. Domethënë qytetarët e Kosovës, të cilët janë lodhur prej zgjedhjeve, kësaj here mujnë me thonë lirisht, ja u kemi bë hajrin zgjedhjeve, nuk na u rrit rryma. Rryma do të rritet nëse fiton Kurti, prap do të rritet. Sa i përket pavarësisë së ZRE-s, bordin e ZRE-s i emëron Kuvendi i Kosovës. Kuvendi i Kosovës e ka shumicën e lëvizjes vetëvendosje. Kryesisht në bord të ZRE-s janë njerëz të lëvizjes vetëvendosje. Ky është realiteti. Domethënë, rritjen e çmimit të energjisë e përcakton KESCO që kërkon me rrit rrymën, domethënë Kurti kur flet për oligarkët, domethënë oligarku që e kontrollon KESCO-n, KEC-in, kërkon rritje, Kurti aprovon edhe rritjen çmimet e energjisë. Kjo është realiteti.
Agon, a ka nevojë me u analizu ma thellë vendimi I ZRE-s? Po, fillimisht duhet me dallu faktin që do të thotë me dallu faktin që përmendi edhe zoti Arifi 23%, që në fakt më duket ka qenë 21%, ato janë kërkesat të operatorëve të rregulluar. Do të thotë operatorët çdo vit kur I dërgojnë kërkesat në zyrën e rregullatorit të energjisë, ata normalisht që I rrisin, përpiqen që sa më shumë I rrit të hyrat, domethënë për shkak se është gjithçka në nivelin e parashikimit. Metodologjia e përcaktimit të tarifave të energjisë elektrike, domethënë nga zyra e rregullatorit të energjisë bazohet domethënë në parashikim këtë vit për vitin e ardhshëm dhe pastaj në vitin kur kryhet viti tani shikohet realizimi edhe bëhet përshtatja e kostove. Domethënë kërkesat e operatorëve është normale me qenë gjithmonë më të larta. Domethënë që ka qenë 21%. Që shpjegohet fakti që një vit kërkesa miratohet e një vit jo? Tash po kthena te pyetja pse nuk ka pas rritje si vjet, do të thotë normalisht unë bazona në raport edhe në dokumente, jo të kjo pjesa shumë politike, do të thotë mendoj që janë 3 arsye kryesore pse ka ndodhur kjo, që domethënë përmenden edhe në raportet e ZRE-s, tash raporti final konsultativ besoj do të del shpejt edhe raporti vjetor. Një arsye është ka pas si vjet një rishikim, nëse më thonë drastik të disa prej kostove që ngarkohen e tarifa, e që ka një peshë gjatë madhe, që është për shembull te importi I energjisë elektrike, se njëna pi kostove që zakonisht arsyeja pse shtritohet rryma është importi. Kjo lidhet domethënë me krizën pak edhe të çmimeve, jo pak po shumë me krizën e çmimeve domethënë në vitin pas pandemisë, domethënë ka një rritje të madhe të çmimeve të energjisë elektrike, nuk është se ka pas rritje të konsumit. Domethënë në 5 vitet e fundit, por ka pas arsyeja pse ka pas rritje të çmimit të energjisë elektrike. Ka qenë e paralajmëruar që nga fillimi I dekadës dytë, domethënë prej vitit 2010 deri në vitin 2020, krejt bota që merret me energji kanë paralajmëruar se çmimet e energjisë do të rriten. Domethënë ka qenë çështje globale. M'fal se po pajtohem tonë. Do të thotë e para është, do të thotë mendoj që rishikimi disa pi kostove që nëse më I përmend këtu për shembull njëna pi kostove thash është importi. Nëse analizojmë raportin konsultativ të ZRE-s, e shohim aty për shembull që se operatori kur I ka dërguar kërkesat në ZRE e parashikon çmimin e importit. Sa ka më pushtuar në 2026-ën. Operatorin këtë rast edhe KEDSI edhe KESCO, sepse KESCO do të thotë importon, po mendoj KESCO e ka për obligim I furnizu konsumatorët e rregulluar me shërbim universal, ndërsa KEDSI e ka për obligim kryesisht importon energji elektrike KEDSI për mbulimin e humbjeve të energjisë elektrike në rrjet, sepse do të thotë, sepse e ka domethënë monopolin në sistemin e shpërndarjes. Ka pas rishikim të kostove thash, për shembull vrehet shumë që ka pas rishikim tek humbjet e energjisë elektrike në rrjet, të fundi I BRE-ve, burimeve të energjisë të përgjithshme, për shembull me marr si shembull prej 17 milion euro sa ka qenë fundi vitin e kaluar, si vjet ka rënë 8 milion. Do të thotë te importi, do të thotë diferenca diku është prej asaj që kanë kërkuar operatorët të çky parashikimit, që thash pritet realizimi sa ka më qenë në fund të vitit, diku janë 14 milion euro nga ulja që ja ka bërë ZRE-ja parashikimit të çmimit të importit KESCO-s edhe KEDSI-t. Kjo është shumë e rëndësishme, çka kum vrejt unë edhe prej hulumtimeve që I kemi bërë vitin e kaluar, e kum vrejt që si vjet ZRE-ja, sidomos te importi ka bërë analiza të thella të bursave mos asaj hungareze të çmimeve të importit, për shkak se thash më herët operatorët gjithmonë këshyrin me ngrit çmimet. Do të thotë edhe për çata është rregullatori aty që me bë analiza edhe e kum vrejt që ka pas një analizë për ZRE-s edhe rrjedhimisht e ka ul parashikimin e çmimit të importit edhe diferenca është diku 14 milion euro. Veç edhe e fundit, një arsye tjetër pse ka pas shtrejtim sipas raporteve është ka pas si vjet transferim të kostove në vitet, ka me pas në 2 vitet e ardhshme. Bartje, domethënë, e pam çat marrëveshjen mes KESCO-s edhe KEK-ut. Domethënë kjo është një metodologji e njohur e ZRE-s, nuk është që s'ka ndodhur në të kaluarën, në visari e din se është marrë për shembull me humbjet në rrjet, ta zëm të humbjet në rrjet, kur privatizua atë distribucioni, zyra rregullatore ja ka përcaktuar caqet e uljes humbjeve në periudhën e parë rregullatore, nuk I pat arrit
këto caqe, dikun diferenca ka qenë 5%, në vlerë nuk më kujtohet sa ka qenë sakt, po çato tani ka transferu në vitet, çato kosti ka transferu në vitet ma vonë zëreja. Du me thonë që është metodologjia e njohur kjo, po një arsye tjetër, më falë, dhe shtatë fundit, besoj që është edhe hetimet e nisura, mos harrojmë që i kemi përveç zyrës rregullatore që ka nisë hetime, dhe më thonë ka nisë edhe prokuria, besoj që ka hetimet edhe si pas informacioneve që i kom para prake, kanë me prodhu rezultate që ka pas... Hetimet kanë nisë, po deri më tani nuk kemi konkrete se çka është gjitha. Por edhe faktet që i kemi publiku dhe në buletin, qojnë ka ajo që ka pas, çdo dyshime tash në konfirmu edhe për një raportit kostit, që ka pas manipulim të çmimit të importit, nga tregtarët e energjisë. Hetimi është fokusuar çto. Të shohim sepse kemi pas deri tash edhe bastisje gjatë këtyre bastisjeve zakonisht. A pret hetimi Janina? Hetime janë të konfirmuar dhe ka në ndërkombëtare, po është shumë e rëndësishme sa i nënshtrohet prokuroria presionit nga pushteti. Tash na do të mukon të mjegullt nëse mendojmë që sistemi i drejtësisë nuk e ka mirëmbajtur strufullokun e keq përdorimeve dhe ilegalitetit në Kosovë. Kjo është evidente. Për shkak që numrit rasteve që i kemi pas të korrupsionit të dënuar në Kosovë. Respekt për këtë ata që punojnë drejtësi, po rezultatet janë po për këto 26 vjet po flas. Njëjtë ka menduar edhe në energji elektrike. Në energji elektrike nuk përfundon me Nagib Krasniqin hetimi, as gjykimi, as dënimi. Na po flasim për hetime, po ju a e dini, a keni ndonjë informacion nëse është intervistuar të paktën ose është marrë dikush në pyetje në lidhje me çështjen e transmisionit? Për transmision nuk e di me tenderat WhatsAppit ka pas dëshmimi, po për që kanë pista tjera të hetimit edhe që kanë dokumente në dorë, prokuroria kanë. Që kanë përbëjnë këto dokumente vepra penale, përbëjnë. Po, se kur prokuroria vendos me bua këtë akuzë edhe me dërgu në gjykate tutje, varet shumë edhe sa e njën vete në presion nga pushteti. Visar, po më intereson edhe prej ju vendimin e ZRI-s për mos ngritit çmimit. E para, nuk është komplet e saktë me thonë se është ngrit çmimi dhe kena me pagu çmimin e energjisë elektrike ma lirë këtë vetë. Për shkak se çka ndodh është që këtë çka ka ndodhur në sistemin e energjisë është që një kosto e faturave tona thjesht është bartë në vitin e ardhshëm. Pra, kanë qenë rreth 40 milion euro, cilat na kemi me pagu vitin e ardhshëm. Pra që kjo është çështja, sepse energjia elektrike që ka ndodhur në vitin e kaluar, domethënë çmimi i energjisë elektrike, kostoja totale e furnizimit dhe po edhe në këtë vit ka rezultuar që është dashur për 40 milion euro më rrit çmimi i energjisë elektrike në këtë vit. Mirë, po ZRE-ja e ka gjetë një metodologji, normalisht gjithmonë mundesh me gjetë metodologji dhe formula, cilët këtë kosto neve na i bart vitin e ardhshëm. Që nënkupton që në rast se rikthehen në prodhim Kosova A dhe Kosova B në funksion të plot, në anë vitin e ardhshëm nuk kemi më pas ulje të çmimit të energjisë elektrike që normalisht dashur. A është e drejtë kjo? Me boqët bartë? Po tash është e arsyeshme ti mundesh me arsyetu se cilën vendim. Edhe ZRE-ja mund të thonë që na nuk po dojna, po e ligjshme, legjitime, ti mundesh me arsyetu se cilën vendim sepse ti mundesh me thonë që okay, na vitin e ardhshëm planifikojna që me prodhu shumë ma shumë energji se sa që kemi prodhu këtë vit për shkak se njëri blok i Kosovës B shkon në remont të plot. Dhe rrjedhimisht vitin e ardhshëm parashihet me pas ulje të çmimit të energjisë elektrike, sepse si të ka rritje të prodhimit, çmimi që e prodhojnë ana është 30 euro, çmimi që na e blejna në import është 140 euro, pra me automatizëm na mundna me parashikuar që duhet me pas ulje çmimit të energjisë elektrike, edhe këta veç që të kosto e bartin anej. Ajo që nuk duhet me ngatruar është që për shembull vitin e kaluar kemi pas zgjedhje në shkurt. Edhe në shkurt dorëzohen ato që e përmendja Agoni është që në shkurt dorëzohen vetëm kërkesat për operatorëve. Kërkesat e operatorëve në vazhdimsi kanë qenë shumë më të larta sa miratimi. Edhe çka ka ndodhur është që na e kemi publikuar të parë lajmin që kërkesa e kecit është më rrit çmimi i energjisë elektrike sa ka qenë. Gabimi ka qenë që Denisi një medium e ka marrë ato dhe ka qitë si vendim të krym. Mirë po proceduralisht nuk mundesh më thonë që në shkurt që çmimi ka më rrit në prill. Është e pamundur proceduralisht me e këshyr.
A është rrit, edhe na i kemi listu argumentet. Mirë po kur gjithmonë, për shembull është njësoj si kur na me pas publiku një lajmë në shkurt që çmimi i energjisë komo rrit 21%. Dhe ata dalin e gjejnë matematikë dhe nuk e rritin. Pra gjithmonë do të me pas parasysh që zëroja edhe në të kalumen ka gjetë matematika të cilat realisht kanë bërë që çmimi i energjisë elektrike mos më rrit. Pra që kjo është elementi sa i përket çmimit të rrjedhës. Asnjëherë kërkesën e operatorëve nuk e kanë refuzuar deri tash. Deri për shkak të zgjedhjeve. Nuk e kanë miratur të plot. Mujna me thonë edhe a për shkak të zgjedhjeve, ja kanë refuzuar. 35% e kanë lyp ata. Është normale. Edhe këta mirë po kur nuk e kanë refuzuar. Asnjëherë. Apo folë edhe për vitet e kaluara. Po. Vazhdimsi e kanë refuzuar. Për shkak të zgjedhjeve, domthon ka pas lider kryeministrat, cilët kanë thënë që unë nuk e kam lejuar më shtrejtuar çmimin e energjisë elektrike. Jo, ne nuk e kemi shtrejtuar. Ne nuk e kemi lejuar. Ne por kemi qenë 2018 kanë pas kërkesa, kemi refuzuar. Dhe kjo kush e ka refuzuar? Politika azërë? Politika, po pse? Domethënë ka pas presione. Që janë pavarur. Jo, janë pavarur. Nuk janë pavarur. Agjencionet e pavarura funksionojnë në mënyrë pavarur. Mirë po kur është ndikimi politik shumë i madh tek qytetarët, atëherë ti ndërron, por nuk ka pas të bëjë me zgjedhje. Po ndikimi politikës. Nuk mujmë na si shoqëni, na nuk mujmë me funksionu vjet për vjet ka 20% me rrit çmimin. Jo, absolutisht. Na kjo po i ndodh Kosovës tash. E tash nuk mund është sa herë të lypin ata me ja u aprovu ti zëres pa probleme me ja u aprovu rritjen e energjisë elektrike sepse mos harro ka njerëz që gjysë rrogut që shkon me pagu rrymën këtë ditë. Vetëm do të më pas ka aspekti politikan, do të më pas edhe po ashtu parasysh një element të caktuar. Shembull, nëse na mburremi që tarifat e energjisë elektrike nuk janë shtrejtuar për edhe gati 10 vjet, nëse s'gaboj, 2011 ka pas një shtrejtim, tani ka pas 2014-15 se pi harroj vitet. Unë mendoj që nashti që kjo është dome që ju ka bërë sektorit të energjisë, sepse është dashur mu leju investime më të mëdha në rrjet. Është dashur mu leju investime më të mëdha në kek, që mu permisu sistemi, sepse kur ka ardhur lufta në Ukrainë, ne kemi qenë në dëgujt si sistemi energjisë, sepse nuk është leju shtrejtimi i energjisë për shkak të presioneve politike. Edhe ti ke ardhur në një kohë kur Kosovën, njësitë e Kosovës A i ke pas me shumë probleme, 2 njësitë e Kosovës B në vazhdimsi vetë pas viti është ty ai remonti general, edhe na kemi ardhur në kohën kur është çmimi më i lartë, edhe kemi thonë, okay, që tash do të menojnë se s'mujna me shkumanina. Edhe që kjo ka qenë për mendimin tam domi më i madh që ju ka bërë në çdo periudhë. Janin? Te ndërhyrja politike ose ndërhyrja qeverisë, kryeministrit e këto, kjo nuk është diçka që s'është po më herët, ose po ndërhyrja që po bëhet në Kosovë nuk është e drejtë. Nuk mundesh me ndërhy ose s'është e drejtë nëpërmjet zyrës rregullatorit të energjisë. Ndërhyrja duhet bëhet në fillim viti kur kryeministri bën takime me ministrin dhe thotë kemi me ble kaq import rrymë në çmim më të vogël të organizuar. Me gaz nëse kanë probleme jashtë automatikisht ndërhyn qeveria, për shkak që kjo nuk është një produkt që ju lejohet tregtave në abuzim të këtij lloji. Tash në vitin 2025, çmimin e ponderuar që i shfrythojnë këta, për FSHU për neve është ble kur 108 u kon në Hupex Price, këta kanë shku në çmim 140 euro për shembull e kanë çmimi i parashikuar import 145, i realizuar është 141. Pse me lon këtë hajgare me neve? Pra, nëse dojnë këta me na arrujt interesin qytetar, do është me ndërhy se është publike, se është të bo për shtetë tondin. Edhe nëse komunikon me ternën, për shembull në Greqi, nuk vjen terna me na abuzu me çmim të transmisionit, importit e tjerë, po publikisht bëhet një marrëveshje që na kemi me marrë për shembull energjinë për Greqisë, e merr Kesko edhe është në rregull. Kjo është ndërhyrje legjitime, po se po, edhe është në interes qytetar. Po jo me manipulu zyrën e rregullatorit të energjisë dhe me thonë që këta janë pavarur në fund, po del që është vendim politik. Pse lejohen në fakt çto manipulime cilat po i përmend Janina? Pse bëhen kryesisht? Pse bën manipulimet, se nuk dojnë me organizu mas pari vetë edhe dojnë me pas mundësi edhe hapsina për keq përdorime që vetëm ata e din se ku është interesi, që nuk kanë një uni, kjo s'është e vërtetë. Zyrën, vllaun e kryeministrit e ki Termocentral. Vllaun e Sokolit, Belbyl Sokoli, Ramadan Sokoli është drejtori. Nuk ka ndonjë pozitë të keq se vllai i kryeministrit. Është në dhomën për tregti dhe bilans të energjisë elektrike, po nuk është që nuk dhe nuk thash që e bën. Thash që është një uni. Kjo një uni është pej
prej naltë është, prej sistemit. kanë Vllau i ndërtuar deputetit është Po, i njëri kryeministri prej elektrën e ka të krynë, nëse Po, shkojna sa i përket një urive, nuk Unë është... po them për një uni. Pra nuk është e pavarur o kompani publike, unë nuk e di. Nëse, për shembull, drejtori i termocentraleve ose një termocentralesh, vllau dhe një deputeti, kjo nuk është që nuk dihet. Komisioni, e kena dhe komisionin për ekonomi e kemi pas. Po sa ti do me rujt interesin qytetar dhe sa e le tregtin me abuzu që shpondodhe dhe vitin 2025 është tjetër çështje. Pra, kjo nuk ka praktik ndërkombëtare. Ta lëm këtë pjesë dhe këtë mashtrim që po bëhet me interesin qytetar. Nuk po dojnë më u marrë me kostën e jetës tonë. Edhe po na i lojnë kostën në tregti të energjisë elektrike dhe në tregtar si në bartje, si në çmim të megavatit, pra si në produkt, si në transmision. Arsyeja pse është hyrë komuniteti ndërkombëtar është se kena ndiku në linja energjetike ndërkombëtare, në rregullat lojës. Për ndryshe, mos t'i shkon kjo. Këta e kishin lënë këtë punë pafundësisht, edhe sot ishim kone edhe shumë ma shumë të pagu. Pra, sa ma shumë që na jemi vetëdijshëm, aq ma mirë është. Njëna prej pikave të ligjit për energji, që unë më konë ndërhyrja ministrisë në zyrën rregullatorit të energjisë. Pse? Unë këto e kisha ndalu, e kisha kundërshtu për çdo parti politike. Vetëm në raste emergjente, gjendje të jashtëzakonshme, mundet me ndërhyj kësaj. Për ndryshe, leja zërrejës. Ka ndërhyj gjithmonë. Po, ka ndërhyj, po pse... Legjitime me ndërhyj, Bordet, nëse që është... zëllin bordin, veç ndërhyrja që po bëhet është e maskuar. Ndërhyrja me mbrojtje... Sikur në ndërmarrje publike, sikur në vërtetë. Është një farë maskimi. Pse mos më kom për shembull një tavolinë kësaj ku na shije me tregtar të energjisë elektrike edhe e marrim një import vjetor, edhe jena në rregull. E jo zërëja tha, po unë po ndryj, s'po ndryj, është e pavarur. Nuk ka pavarësi. Kjo dihet. Ndesh me borde, ndesh me kompani publike, tenderat e WhatsAppit kallzojnë që as pak nuk ka pavarësi, as në tender të thjesht, që përbën vepër penale ndërhyrja, e le mo në tarifa të... Disa aspektet. Qeveria mundet me ndërhyjë në vendime të pavarura, vetëm në rast kur ka rrezik që shkaktohet një pakënaqësi sociale dhe godit qytetarë. Dhe në këtë bazë shpeshherë të kaluarën ka ndodhur që ja ka ndaluar zërres me ngrit çmimin, por qeveria nuk mundet me shef mrapa vendimeve zërres me thonë jam të pavarur se edhe na s'kem kur që të bëjmë përderisa vetë kjo, sidomos qeveri që është e shumicës, i ka njerëz të vet në bord të zërres. Pra se ka pas shumë qëllime apo maskime të atyre se kush qëndrojnë mrapa rritjes së çmimit të energjisë. Janina po flet për blerjen e rrymës. Këshire, në këto 6 vite, e vetmja industri në Kosovë që ka lulëzu është industria e shitblerjes së energjisë. Nuk është çudi që vllav i kryeministit është aty me qysh po shkon, nga shepi i stafit, ja vetëm që janë afër aty ku po ndodhen. I kemi dëgjuar ato aferat e njerëzve që janë zgjedhur ambasador që janë të vendosur si njerëz që merren me shitblerje të energjisë. Domethënë, sot për sot, pastaj sa njerëz të afërt me pushtetin kanë hyrë në ku ndodhi liberalizimi Zotëri Arife, po më intereson me ditë për anës ju, është e drejtë, për shembull me prit 4 vjet me u hetu Martin Berishaj. Jo, nuk është na e mas pari. Edhe s'kemi asnjë rezultat. Gjithsesi ajo, ne mesazhet vetëm në WhatsApp që i kemi pa politikani me vendos kush e merr tenderin, zavens kryeministri, unë nuk e di çysh mundet kjo me ndodhë dhe kush mos me ndodhë. Cilat janë benefitet kur vendoset kështu Zotëri Arife? Kur vendosi, keqërisë permanent është korrupsion maksimum, kur nuk ka marrë rregullues, rehabilituese me gjitha këto tema, se kush i merr tenderat duhet me kanë kryes, ekspertizë duhet me kanë cili është më i mirë dhe më i liri, se nuk ka ndodhur kjo, po më duket ja kanë dhënë tenderin kompanisë që ka qenë për shkak se ka pas vendim politik në bazë të WhatsAppit, ja kanë dhënë kompanie që nuk ka qenë gjendje me kry punime dhe ne kemi humbi 37 milion euro. Po esenca e problemit, ne kemi më usillë edhe shumë vite. Problemin kryesor që ka Kosova në 6 vitet e kaluara është mungesa e investimeve në burime të reja të energjisë. Qërë, ne kemi anulu Kosovën C, edhe në vitin 2008 me 2.2 gigawatt, edhe 2.2, apo? 2.1, edhe tash me 500. Ata që kanë kundërshtu janë 3 kategori. Kategoria e parë është e ekspertëve që kanë thonë se na kemi mujt për asaj kontrate me nxjerr diçka më shumë.
Kategoria dytë është e njerëzve që besojnë në energji të pastër, veç në energji të pastër. Po kategoria që e ka bën ndryshimin dhe ne se kemi bë Kosovën është mafia energjetike. Që ne mos me pas prodhim dhe na me ble rrymë me ashtit qytetarit të Kosovës sa më shtrejt. Zotëri Arifi, projekti ka nisë në 2005. Apo? Po. Projekti ka nisë në 2005. Më kujtohet në 2007. Ka qenë shortlisted. Në 2007, kur ju e keni lënë atëherë AOK-ja, më nuk ka qenë në pushtet. Më kujtohet, e them që ju ka thonë që gjithçka është gati. Ja u kum lënë të gatshme. Apo të gatshme. Shortlisted 4 konglomerate të më të mëdha. Tash, apo thu që mafia energjetike ka filluar me ndiku prej 2007 e kënej, prej 2005 e kënej, sepse po krijohet përshtypja që ajo Sakica, adin është ndalë në këtë vit. Po unë, si gazetar, unë e kujtoj që në 2007-ën, e them që ku ka thonë që është gati gjithçka. Në 2008-ën e kemi pas pavarësinë. Edhe është normale që fokusi ka qenë te njohjet, te ndërtimi i shtetit, institucionet, këtë në rregull është. Fiks një vjet e gjys, deri në verën e 2009-s, kërkush prej ministrave nuk e ka përmend Kosovën C, as Kosovën e re, as kur gjë heq. Zero. Vetëm alianca si opozitë. Në verën e 2009-s është marrë një konferencë e madhe, më kujtohet sikur sot. Hashim Thaqe dhe i ka pas domethënë krejt ato dhe ka thonë okay, po e ndryshojna vizionin ton. Tashma nuk po shkojna me 2000, nuk është Kosova C, po është Kosova e re, po shkojna me 1000, edhe po vazhdojna tutje. Dhe atu ka fillu pak me folën, ndërkohë pastaj kemi pas tërheqjen e kompanive të mëdha, që ka thonë që për shkak të afera korruptive na po tërheqin. Pra, vetë pyetja është, që kjo mafia energjetike a ka fillu ndikimin prej 2005-s, 2000-s e kënej, sepse kemi pas avarinë edhe në 2002 në Kosovën B. Pra, mafia a ka qenë këtu. Termocentrali nëse më lodh, për mas luftë mas pare ka pas drejtori i Kekut gjerman është arrestu për korrupsion dhe i ka marrë 2 vjet burg, sepse ka qenë shkatrume termocentrale dhe ka pas abuzime shumë në atë kohë. Po në atë kohë nuk ka qenë mafia energjetike alo. Ndërtimi i Kosovës C për çka ka qenë një prej shtyllave kryesore të aleancës në 2007 dhe kemi shtyr shumë dhe kanë qenë konglomeratet më të mëdha botërore të kohës për me ndërtu. E bëjke Kosovën vitin 2012 kër u pritke me u mbyll disa termocentrale nukleare në Bullgari, superfuqi energjetike, pa e njoft krizat që do të vinë krizat energjetike. Ne, pastaj qytetari nuk na dha besimin, e mor Partia Demokratike e Kosovës, por në atë kohë ka pas shumë propozime dhe lobimet fuqishme, personalisht me qenë se merrna në politik, e konsideroj fitoren më të madhe të Serbisë, mas më ndërtu, dhe më thonë, jo mafi energjetike që ka pas, që është ashtë, po një mafi kundër pavarësimit energjetik të Kosovës ka pas, ka qenë banka botnore, një pjesë e bankës botnore, bile drejtoresha rajonale ka pas propozu që jo, Kosova nuk e keni nuk e keni ekspertizën, për ndërtojmë Selanik, veç ju me bartë të ngjillën, e më bonë Selanik. Fillimisht e kam shtetë. Po. Fillimisht, po se në atë kohë ende po kishte lobim të fuqishëm, pastaj janë këto Soros, këto organizatat që edhe kur qeveria tha që e zhvendosi fokusin nga energjia tek infrastruktura, që politikisht është korrekt. Mirë po, në atë kohë ajo është bo domi i parë që është bo Kosovës. Sepse tek shumë pas atëherë 2 gigawatt. Mundësia ka qenë më e madhe atër mu bo, nëse mu i mund rëlidh. Teknologjia më avancum jam. Po, do të thëtë, o humë momentumi i parë që që foli Visari, është humë momentumi i parë që ka qenë prej 2005-ës, e tutje dhe qërë konferenca e madhe që o majtë, momentumi ka qenë shumë i mirë, mu bo një termocentral me standarde, edhe për ndotje, edhe për gjitha aspektet tjera. Qoftë edhe 1000 megawatt. Po, qoftë edhe 1000 megawatt, sa u tjetërsu, pas taj radhe. Këshkej këtë ra. Po një momentum tjetër që është shumë i rëndësishëm, që ka humë, që mendoj që stojnë 2 momentumet që kemi dështu, që ka dështu politika, është edhe një momentum tjetër i vitit 2015, nëse të kujtohet Visar, ka qenë një kompani gjermane Bilfinger, që patar në Kosova, atë kur ka qenë qeverisë LDK-ja, qeverisja Mustafa, bile ka qenë edhe një vizite e kryeministit Mustafa me kancelaren, atëherë ku në spaku në media u folke që u diskutu dhe çështja e Bilfingerit. Çka është kjo kompania? Kjo një kompani shumë serioze patar me një projekt konkret në Kosovë për rindërtimin e Kosovës A. Rehabilitimin e Kosovës B, po sidomos rindërtimin e Kosovës A, 4 bloqe.
Do të thotë projekti ka qenë dikun plani financiar, dikun rreth 1 miliard. Ka qenë 4 bloqe mirë ndërtu prej fillimit. Dikun kostoja ka qenë rreth 1 miliard euro, po ka qenë kapaciteti, mi rrit kapacitetin e bloqeve të AZ dikun 815 megawatt, që sipas ekspertëve atëherë se ka qenë këtu Avni Kushumlev një ndjeri ka qenë i angazhuar domethënë në këtë projekt, domethënë ti ke mujt edhe me BEN, me rehabilitim BES, sot me menaxhu dhe konsumin. Në kohën e pikut kur puna shkon ka 1400-1500 megawatt. Çka ka ndodhur atëherë, qeverisja e LDK-s ka pasur një çështje pozitive rreth kësaj, jemi të shikuar projektin, kështu edhe ka dështu edhe ky projekt. Veç nëse muj me përfundu. Pse është e rëndësishme që kjo. Jemi pej 2015-s, jemi në 2026, apo 10-11 vjet mbrapa. Nëse e këshyr strategjinë e energjisë 2023-2031, kur e sheh çush e parashë qeveria aktuale, na domethënë 10 vjet I kemi hub, po flas për Billfingerit, këti edhe jemi kthy prapë te Billfingeri. Domethënë çka parashë strategjia sot është rindërtim të një kapaciteti të një njësie AS, A3-shit, aty parashit edhe mbyllja që e një njësie që unë kam dyshimet që pse kanë bua ashtu, po domethënë I kemi hub 10 vjet edhe jemi kthy prapë domethënë në vend numra. Problemi kur flasim sot për importin, çmimet e larta, kjo e ka një historik, që është edhe Visari. Domethënë kryesisht është për shkak dështimit të politikës me I adresu në mënyrë reale nevojat e sektorit. Nëse analizon krejt strategjitë e energjisë që ka qenë deri tash, na e kemi një farë prirje me I bë strategjitë për mos mi zbatu. Domethënë strategji vendosen Mu duk mirë. Mu duk mirë ose do të thotë qesin targete në për strategji që janë të parreshme. Për shembull, strategjia që e ka bërë qeveria aktuale të energjia ripërtëritshme, thotë deri në 2031 kemi nga energjia ripërtëritshme kemi pas 1600 megawatt kapacitete. Domethënë I ki që tash në 2026 I ki 200 e diçka të ndërtuar. I ki 2 projekte me centrale solare që janë tu zhagit. Domethënë janë targete, pse është e rëndësishme kjo, se ti nëse strategjia e përcakton vizionin për sektorin. Edhe çdo dështim që ndodh, që domethënë që ato që I ke përcaktuar, ka me bartë konsumatori edhe çdo Zotri Arife, zotri Petreza nuk ka qenë LDK atë. Domethënë kjo ka një historik që është ose të vakt në aktivisht politik, unë atë kohë kam qenë në aleancë edhe kem qenë opozite LDK-s. Kjo ideja e Billfingerit është egzageruar shumë sa ata njëherë kanë shpall interesim, kanë ardhur, nuk është krejt e vërtet që lidhjet në atë kohë Isa Mustafa nuk e ka marrë seriozisht, ata janë tërhiq edhe s'ka mujt me shti kërkush me zër. Nuk ka qenë, domethënë ka fjalë shumë, po kemi pas edhe Kosovën Kosovën e re. Mos harroj, kemi pas të 500 megawatt, nuk ka qenë ideja më mirë, po 500 megawatt. Zotri Arifi, a di pse përmend Billfingerin ka qenë shumë e bukur për me qenë e vërtetë. A diqysh se përcjelli sektorin e energjisë prej 2008-s, edhe të ndërtimin e termocentralit të ri, tu I marr parasysh edhe hapat që I kanë ndjek politika deri tash, nuk ka që kom pas pritje që ka me ndodh. Domethënë, thash, në strategji që ka shkruhet nuk ka ndodh kur. Po unë gjithmonë kom qenë versionin më real gjithmonë e kom pa investimet në termocentralet ekzistuese. Domethënë, ka qenë pjesë e projektit. Edhe sot jemi kthy se tash nëse dalim edhe të termocentrali me gaz, pse unë kam kundërshtim të thellë me partitë opozitare për termocentralin me gaz, se është prapë shoh vazhdimsi e çtyne përpjekjeve të politikës për me vendosë, si më thonë, projekte utopike për sektorin, të cilat nuk ndodhin, edhe nuk I adresojnë nevojat reale të sektorit që unë mendoj nevojat reale sot janë, se nevojat emergjente, na peshojmë importin, janë me investu në kapacitetet ekzistuese, me arrit, domethënë kapacitetin se vetë të marr shembull Kosova A, dikon është në fund të njësitë e Kosovës A janë në fund të jetëgjatësisë teknike. E kanë kry ato që dashnë me mshel. Janina, pastaj zotri Petreza. Për lidhje me Billfingerin, se poshtë që ju referun LDK-s, unë I kom pyet, ma kanë tregu që projekti nuk ka qenë profitabel për investimin që e kanë pas dhe nuk kanë qenë serios. Kjo është më është kumtu për atë kohë. Po Adelina, kur të zgjedhemi na, si parti, si deputet, na jena të folë për të kalumën. Fakti që jena sa qëto, po shihet që nuk është mirë puna dhe nuk o konë kur.
nuk ka këtu nevojë me thonë që Edhe kalumja na ka sjellë në çit situatë, që është ka një vazhdimsi kjo, ç'është problemi, një domethënë fjalë të thonë, po është fakti që jena sot që to, po tregon që nuk ka qenë mirë, nuk është mirë edhe është u shku ma keq shkaku edhe i kohës edhe i rritjes së sasisë të importit. Domethënë nuk ka qenë vetëm çmimi, ka qenë edhe rritja të sasisë. Kur është, unë e kom qujto magje e madhe, kur kjo magje ka që e madhe, gjithkush do me marë pak, se shihet që është profitabile për shumë interesat. Janë dy gjëra. Unë mendoj që pa e shkëput na. Krejt po dojnë me marë ka pak, po në borg kërkush, Po, Janina. na do të mi kry njerë punët e tona para se me menu për investimet tjera të gazit e këto. Kekon. E kam këto orët e punës për shembull për termocentrali, na krejt janë 9-65%, jo as 70 nuk më rrinë. Do të mu bo një studim fizibiliteti se a ja vlen me majt anë apo jo. Janë negociata për rehabilitim të një bloku e që nuk po bëhet. E dyta, çka është edhe në raportin ndërkombëtare për Kosovë, është që se në fund na kena mi marr fundet prej tyre, se nashta njerëzve po mendojnë që pse po thirremi te raportet ndërkombëtare. Thirremi se ata japin fundet edhe ata e ecin përpara një agjendë evropiane të energjisë elektrike, se na s'mundemi me kqyr çfarë po bën Afrika. Tash e dyta është lidhja kek edhe kecit. Ata thonë është eksplicit e potencume që në momentin që tregu është i lidhur, pra keku është i bllokuar me kec, nuk kena liberalizim të tregut të energjisë elektrike. Ti tënë atë kapacitet që e ke bloku me kecin. Keci e ka një farë lirie që me bov humbje tash janë 15%. Kur e kena privatizu kekun, pavarësisht qeverien që ka qenë, mirë po, është dhënë 300 milion investime në qatë kosht për mi ullë humbjet. Pro na e kena privatizu kekun, e kena bloku me kec, edhe sot presin na me që lula, kur vetë e kena bloku komplet sektorin energjisë elektrike. Janë dy gjëra, na du të me drejtu kekun, edhe dohet me këshyr rishiku në pik për pik kontratën me kecën që me liru kecin e jo na mja shit edhe për humbje. A jetu më thonë që LDK, veç pak zotri Pirojze, Janina, a jetu më thonë që LDK ka me rishiku kontratën? Gjësësi, a di qa kom bo për me marrë këtë kontratë, ma në fund ma kanë liru kontratën e energjisë elektrike. Pra nuk mundemi me bo shumë para kur kecit na kena mja dhonë edhe kaq për import, edhe kaq për humbje. Asnjëherë nuk e di që janë bo auditimet e investimeve të kecit. Shembull edhe komunat veriore, Elektroseveri, janë kohët atje thot pse unë e pipaguj kecit, edhe thot unë nuk po i kam investimet që po më premtohen. Në anën tjetër, na jena të i pagu shpenzimet operative edhe për ata në komunat veriore të Kosovës, se i di që vetëvendosja me nxispret me linqu për këtë punë, mirë po, as cep më cep nuk e kena të e pa sovranitetin atje. Kjo është e vërteta, se po shihet edhe faturimi energjisë elektrike, as investimet që po premtohen nuk pikena. Pra na mirë punët tona ne jam i rregullu me kec, edhe gjitha pikat që i kemi, rrjedhjen e energjisë edhe prej Serbisë në komunat veriore, se Elektroseveri është edhe fakt furnizuesi serb. E tani, me folna për gaz, për ato, për këto, se qysh dojna me bo. Njëna prej çështjet, po, programi po, unë e po thëmë, që sot, unë e di që e kena në program, unë sot nuk po du me mbyllë që debat me thonë që do të bëjmë 1000 megawatt, 500 megawatt gaz dhe do të qartësohen gjërat, se gjërat janë pak më të komplikume në këtë pikë, para se më orte termocentrali me gaz. Se nëse qatë termocentral me gaz ja len humbjeve të kecit, sa menojnë ata që i bojnë, për investimet që ata i thojnë, prap kena musil me një farë që kjo është ideja të rrethi. Edhe për shembull, në thonat aktuale, centrali me gaz është gati se utopik, për shkak se edhe strategjia që e përmenda aktuale, i përmend dy aspekte që në shumë të Kosova nuk ka infrastrukturë. Më thonë nuk ka tubacion. Tubimi, tubacione, gasifikimi. Po i gasifikimit, do më thonë ti mundesh me bo centralin, po ti paraprakisht, dikun nëse kishim nisë na që si vjetë, po themi, nëse dikun minimalisht, e thotë edhe strategjia, 10 vjetë, është veç shtrirja e tubacionit. Do më mundesh mu lidhë përmes Shqipnisë ose Maqedonisë. Në Shqipni, po, ato që e keni Ferizajnë, faktin që e kanë qitë në Ferizaj, po supozoj që me Maqedonisë së ma ofër. Ka Shqipnia tereni është ekstrem i vështirë, me krejt ekspert që ku më folë, gati se më kanë thonë është gati se e pa mundët. Veç, Adeni, nëse mundën, veç një minutë, sa i përket energjisë, për shumë, kur
politika folë dhe mendoj që kjo ka qenë njëra prej gabimeve strategjike që e kemi bërë gjithmonë. Në ne kemi pas gjithmonë qeveri afashshkurte. Do të thonë vetëm qeveria Kurti e cila pas gjatë 5 vjet mandat plot. Nëse AOK-ja e kish pas mandatin e plot 2007 edhe e kish vazhduar një mandat tjetër, unë jam i bindur që e kish nënshu një kontratë. Nashti kishë mujt me fol, a kontrata e keqe, a na myti termocentrali me ndotje, po e kish kry. Çka ka ndodhur është që na vazhdimisht kemi pas qeveri 2-3 vjeçare e vizioni energjetik nuk bëhet për 5 vjet. Vizioni energjetik është 2050. Sepse ndërtimi i termocentralit nënkupton që ti me automatizëm e kryn për 20-25 vjet deri në 40 vjet çat termocentral dush me majt në punë. Sepse qysh ka dalë çështja e kontrollit global. Për shembull, na dosh me ja pagu kapacitetin, jo prodhon as prodhon. Kapacitetin me ja pagu. Që nënkupton, ti e ki rrin 200 km/h. Kemi ja pagu 200 km, pa marr parasysh ai gro 60 km/h. Apo kupton? Kemi ja pagu kapacitetin me ja pagu. Ashtu gjithmonë te e kiem për mbi 400 MW. Jo, kapacitetin sa e prodhon. Çfarë do të thonë është që kur na ndërtojna një termocentral, kur na e bojna vizionin për gaz, ti gjithmonë kemi pas ballancin edhe të ndotjes, edhe të kostove aktuale. Mirë po, politika është politika që du me bu balancin. Okej, kena ndotje, po e kena sigurinë energjetike, është normale. Edhe kryeministri me vazhdu me vendos me esnin në drejtim. Sepse politika të na po është afashshkurte. Për shembull, na e kena pas një vendim që ka qenë në fillim të qeverisë Kurti për me subvencionu pompa termike. Edhe invertor, klima, eficiente. Edhe çka ka ndodhur? Kjo ka ndikuar me rrit konsumin. Kur është rrit konsumi? Është rrit konsumi kur është rrit çmimi i importit atje. Çka ka ndodhur tutje? O rrit konsumi kur ka rro prodhimi i kekut për shkak se dosh me shku në remont. Me automatizëm çmimi i energjisë është rrit. Edhe prej 240 milionë euro so ka qenë kostoja vjetore të energjisë, na kanë amrrinë në 440 milionë. Pra, qytetarët e Kosovës i paguajnë 200 milionë euro më shumë vit për vit për energji sa kam pagu para 5-6 vjete. Dhe janë qëtu veprimet politike që na i morëm ad hoc, pa analiza. Na i morëm vendimet politike pa analiza, pa data. Ku mundet me marrë me vendos për çështjet të energjisë, për çështjet të konsumit, te veç me thonë, okay, vi po i përkrahom klimat. Pse? Interesante po duket qytetarët pi blen, vota që. Kjo është gabim. Njëjtë është edhe çështja veç më fal zotri Arifi. Edhe sa i përket termocentralit, për shembull për Kosovën e re që ka qenë. U bë 450 MW. Rregull është. Po dojnë me shty. Dikush e kundërshton, i kanë pas argumentet, shoqëria civile nuk o dalën, veç me blloku ato. Sepse shoqëria civile dhe partitë politike kanë dashur me blloku shitjen e Kecit. A e kanë nal? S'kan mujt me nal. Pse e nalen këto? Po kupton, nuk është kjo argumenti, sepse thjesht politika e ka pasur që dikush o friksuar me nënshkru, sepse për shembull neve na thjeshin ministri gjithçka është gati vetëm komo nënshkru. Nuk o nënshkruaj ke Kosova e re. U dash me ardh Ramushi edhe me nënshkru. Tash, a ky so friksu edhe guxon me marr vendime e ka nënshkru, po kë e ka nënshkru. Të tjerët nuk e kanë nënshkru, e kanë prolongu. Sepse nuk ka arsye prej 2009-10 10 vjet me shku mu marr vetëm me letra, edhe mos me mujt me qitë në dritë, me qitë në nënshkrim. Fund ditës politikani matet me vendimet që i merr. Apo do me shku ka asfalti, ka energjia, dikush shkon ka asfalti, e mat populli, është tjetër. Zotri Arifi. Do me thonë, kapaciteti 450 MW si shumë na kanë sulmuar për këto që doshin ja garantu shitjen. Ata që thëshin që kjo është keq, u llogaritën se Kosova është në vitet 80 ku verës kapaciteti kon 200 MW. Kur tash me klima, me krejt verës, tash në 700-800 MW. Jo, kapaciteti janë në kupton edhe që unë kur, për shembull, edhe po supozojmë kështu del këtë hipotetike, edhe ti thu nale termocentralin pak mos prodho, dush më ja pagu. Ose edhe kur e nale, po ç'kjo? Qëllimi konte 400. Jo se kapaciteti pa prodhim, jo, pa prodhim nuk është. Po për ndryshe çmimi sa është në shkrup 18.5, unë menoj atëherë kum vlerësu, sot vlerësoj ka qenë shumë i lartë, edhe ka qenë si pasojë e tenderimit që është bo në mënyrë të keqe, sepse në tenderin që e keni nis, tenderin që e keni nis 2005-ën e keni vazhdu, kur nuk ka konkurrencë normalisht ai vjen 18.5. Unë i takoj se jo se kreva vetëm keni komplotsim. Unë i takoj një subjekti politik që 2 herë pas luftës ka qenë pushtet. Herën e parë 2005-2008 e ka shtyr këtë projekt deri te nënshkrimi e objekt, veç nuk është unrru qeveria dështoi. Edhe herën e dytë, domethënë 5 vjet kreti kemi qeveri këtu, nuk kemi qeverisë 26 vjet që shtojnë. Herën e dytë e kemi shtyr Kosovën e re deri sa Kurti dhe prishi. Në të dy rastet,
në të dy rastet, aleanca pse i ka shty këto projekte ka hub vota. Së dhe ishin për na presh në ambientin, keni me në hargjit ujt, të dy rastet, dhe tash për na akuzoj neve pse nuk e keni ndërtu termocentralin kosovari. Por, po plotësisht po pajtohna, që mas shtynë e zgjedhjeve apo kurdo na duhet me pas një konsenzus gjitha partit politike për një strategji, për një investim që mirë me vesh, sepse na i hopëm edhe 20 milion sherri i kësaj qeverie që shkrujti letrat, ata u doshtë në edhe neve 20 milion sikur të kishin dështu ata me siguru financusin. Po na, një qeveria jep mandatin investitorit me gjithë pare, qeveria tjetër thëtë s'ki mandat, edhe i hopëm edhe faktikisht 40 milion, mirë po, për investimin, na do të më përzaktu, për deri sa s'kem burime të reja, energetike, kemi me pas tema për Janinën, edhe për krejt analistët, për krejt politikantë. Para se më kalu Janinën se pipin, definitivisht, projektet e mëdha nuk bën pa përkrahje politike. Edhe investitorët e mëdhej, do të më pas parasysh, investitorët e mëdhej, ty të arritin edhe që të farë interesin që ata e kërkojnë kur e din që është një parti opozitare që është të e kundërshtu. Do të me pas parasysh. Pra do të me pas konsenzus që nën kupton. Jo, për kraje publike, po se ata e din rrezikun që nesër mas nesër ti i hub zgjedhjet për një arsye ose tjetër që jashtë humbën zgjedhjet për shkak se kryeministri e bën një parë skandalit vogël, humbën zgjedhjet. Pra, do të me pas një parë konsenzusi me ana partive politike për një vizion. Projekte shtetërore. 500 animi, po shkojna, që kjo është bazike edhe me shkututje. Janin, përveç kësaj, po du edhe, sepse folë për projektet cilat kanë qenë të kaluarën që puna për cilin edhe tani, po tash i kemi problemin për shembull orat e rrymës, kam pas kohën gabim, një sort qysh edhe kush do të me dhonë llogaritë. Veç sa për investime, në këto 6 vjetë në qeverinë e fundit, nuk ka pas asnjë pengesë, as nga shoqëria civile, nuk e mesoj, as nga partitë opozitare për ndaj projekt. Nuk kanë qenë gjendje një ankand 100 megawatt me po. Për çfarë do arsye të mundshme? E për çfarë ankandi e ki fjalën? Solar, erë, çka kanë pas vetë një ankand, çfarë do burim 3x3 që këta e kanë fol? Se nuk apo e kanë donë ankandin të Rahovecit. Veç pak e kanë fol ose e kanë shpall, apo kupton? Nuk kanë qenë gjendje me implementu. Po edhe një postar e kanë qitë. Po, e qesin edhe atë postar. Tash, në vitin e fundit, për veç me shtu, është ullë prodhimi, është rritë kërkesa. Neve jënë të na emigru njërës. Me rritë kërkesën i bjen komplet mbrapa ke shku me ato që ka ti duhesh me bo si politikë, si qeveri, e ke rritë kërkesën me projektet kinëse të eficiencës që i ke bo, se na nuk jena të ushtu këto, jena në emigrim e si për ton kohën. Edhe qka është ka ndollë këtë vetë, është reduktime ka shumë. Unë e kuptoj që në Prishtinë është edhe nuk po vrehen. Në zona rurale ka ose për shembull në zona me ngarkesë të madhe ka në Ferizaj. Shumë ma let mja në rrymën Ferizajt, se ka ngarkesë shumë edhe mi kursy lagje tjera. Kjo është të ndodhë baza ditore, se e shoh importin. Unë e di për shembull nga websajtet publike që janë, e di sa janë ato importu në orë dhe sa është na u dashtë. Pra kjo është të ndodhë, nuk është që s'na ndikon, edhe këtëherë përveç abuzimit me tregti energji elektrike kena pas hetime, kemi edhe dyshime të konfirmume në lidhje me ndërhyrjen e entiteteve serbe, që është edhe në siguri nacionale, edhe me përfshirjen e AKI-s, pra nuk ka hajgare këto. Është ka gja me rëndësi edhe nacionale edhe ekonomike për neve. Të një sort, është edhe një shembull tjetër që të kallëzon që qysh ndërhym politika, se nëse kish pas hetim, ti nuk guxon me ndryshu një sort. Ja, pe bojna një hetimin, pe morëm na një 20% të mostrave, tani ti mundesh me shku me ndru, edhe ke po kjo titull propagandë, edhe nuk kaq, na nuk pe di që na të rujt bast. Aty, nëse ki qeveri duhen, edhe që nuk ka interesa me kecin, e që e ka amnistu vazhdimisht, e bën hetimin, thu 20% mostra nuk guxon asnjë njeri me prek asnjë një sort të kecit, po shkoj njerëzve pjo ndryshoj një sort hiç pa leje. Edhe për shembull, krejt tentativat e kolegut Visar Azemi janë që s'po mundon as menor se prokuroria nuk funksionon siç duhet. Kjo dihet. Ndërhyrje shumë e madhe politike. E çfarë ish dash me boja Janina prokuroria në këtë? Me ndal edhe me thonë, për shembull prokuroria metoda tjera që i ka, po ministria me komuniku me kecin, edhe me thonë, ose qeveria, që çdo që tjetë, ose zërëja, që një sort nuk guxon me i prek derisa të bëhet hetimi se ka ndërhyrë edhe prokuroria. Edhe ndalen.
merren mostrat, nashta mendojnë që janë mostra sikur tash për KQZ, kishin vendosur mi rrit mostrat e fletvotimeve. Tashmë kanë marrë mësim, nejse. Edhe merren 20% e njësorëve kontrollohen. S'ka nevojë 100. Kupton? E merr një gjop edhe penallti jep. Tani thot ndroni tash, krejt. Qashtu është dosht. Tash për më propagandë kence, na pi dënojmë 35.000, po shka janë 35.000 për keci? Jo, këto, çështja njësorëve ne ka të drejtë shumë, janë në që dashme pas mas përkohshme. Mas përkohshme. E para, për shkak se nëse dikush e kryen një krim, sa një parë që du të me bu është me nalë me këqyrë ka dalis pa qa ke bu. Se për ndryshe, a i vrasi shka një mbledh gërgjohet edhe ti mos mënësh me gjithë, është i njëjti element. Edhe dyta, pas intervenimit në njësora, a ka mundësi me pa paraprakisht shka është ndërhyn të, nëse intervenohet në njësor? Po, kur ta merë njësorin të nuk e din ku ta ka quat njësorin, nuk ti qasin në njësorin tënë. Edhe unë menoj që qytetarëve përveç dënimeve do të mjë këthy nëse dikujnë e ju ka faturu më shumë. Normalisht, kjo duhet më pa, për shkak se kur thuhet është ndryshu koha e njësorëve, na shtimonët mu kuptu për qytetarëve që gjithkush ka hub, ka pagu më shumë. Mirë po, do të më pas parasysh që nëse orët e kam pas kohën nga bim, dikush ka përfitu për kësajna. Pra qytetar duhet me prit që dikujna edhe kam i ardhë fatura ma shtajt me thonë që ora jote e ke pas kohën e pikut, e ke pas realisht çmimin e olt. Pra edhe këta duhet me spjegu që që me qenë komplet sakt, pra dikush duhet me pagu ma shumë, dikush ka pagu në shtima pak. Sa ishte në opozit, Kurtin po e citoj. Akuzon për shembull komisioni ardhshëm i kuvendit me bu një hetim për këtë. Ç'dasht. Është varet ç'është kontrollohet po. Kanec. Ndoshta edhe kanec, ndoshta edhe kanë hub gjurmët. Cili komision parlamentar që i ndri diçka se është problematik. Sa përdeni pak problematik. Unë po menoj që hetime do të më kry prokuroria, edhe nëse ka element vepra penale dikush më shku në burg. Mirë po që kjo me komisione parlamentare ma shumë po bëhet për fushat, spektakel, deputet me pyet dikon, mirë po nuk po më rrihet në isana. Unë nuk pakte nuk pres që komisioni parlamentar ka me qenë të pakte ne qytetarët, po arrim i pa të e intervistu të pakte në këtë komision. Logaridhën, si të thimë. Po të show, po jo dënime. Unë po du dënime, po mënej nëse dikush ka bo diçka të herë... Një shenim të komisionet. Të komisionet, vetëm kone ekonomi, kolegët jam kone komisionet tjera, është problem për shkak se nuk i ki numrat. Numrat, ata e kanë votu një komision të AKP-s që ka me të kalume me dosje penale. Do me thonë, ti aty e shë që nuk jalen shaj që mund është diçka me bo për komision. Ti shtyn regullat e tua, po më ndaj atos që do është deri në fond, unë kom marrë pjesë në grupe punuse. Kom luftu me nëshu një fjalinë e një legjë, se për mu o konë qaq ma shumë s'ke mujtë më shku. Plus që antarë tjerë të opozitës nuk merë shumë pjesë, me nëzje kemi bo thirrjen e zërejës edhe kur s'ki quorum nuk i ecën dot. Dvyn një qeveri 2-3 vjetë, 4 vjetë, se tash për shembull asë një institucion nuk ka në raportim. Pse kur i na kohën për raportim kam pru ligje për energji, ligje, seanca, edhe po du me thonë që partia shumic, që është demokratike, krejt, nuk mundet me numrat, nuk të len diçka tjetër me bongo ona demokratike legjitime. Nuk është që s'punon t'i shkon qëtu të nditën vjen, po e ki shumë vështirë. Për show, nuk besoj që është edhe qaj ofar interesi, po esenca është që në shumicë parlamentare ecën agenda partijake e qeverisë. Në kundërshtim me interesin qytetar ose pro është çështje që na e dim krejt qytetar tash so po kam pagu me njësor ose stash kanë ardhur dhe faturat për shembull që dikush po ma pak po paguj, edhe so kam pagu me tregti të energjisë elektrike. Zotri Arifi, fatkeqësisht ne nuk e kemi mrrijat nivel të demokracisë ku me anë të komisionit parlamentar qytetarët e Kosovës sensibilizohen dhe e shohin situatën që është. Këta e kanë shumicën parlamentare dhe e kanë zhurmën shumë të madhe. Dhe kur të fillohet ky debat e kitë pamundën qytetarit të Kosovës me i tregu çka është ndodhur, sepse zhurma është shumë e madhe nga ta. Nuk lejojnë debat që dohet. Megjithatë, po du me u përmend këto, edhe kur është në pyetje importi i rrymës, edhe kur jam pyetje këto mbulimi i gjunëve të krimit që ka ndodhur me njësor, du me citu Kurtin i Farbakti kur thejke Sidvjen Ahmet Qeliku, që është pronari i Kecit dhe Keskos dhe aeroportit, hashim tha që çati lypi jep, i ngrit çmimet. Ta shpreh që ka ardhur qeveria Kurtin e ke ndëgju kritika për çdo institucion, po me këta s'ku do ndiqysh më marrë hiç. E shes si interes
të një oligarku të madh dhe nuk merret kërkush prej qeverisë nuk ka fol as për njësor, edhe çmimet e energjisë përpiqet me na shqit si shumë normale sepse po jetojmë në ekonomi tregut që nuk është e vërtetë asnjëna as tjetra. Agon, Po, jo, pra të paktën që në këtë çështje me pas hetime të cilat kanë rezultate të njësort. të njësort. Po, besoj që sa di edhe kanë fillu hetimet, domethënë të njësort, pajtona me visarin që është një masë e përkohshme gjithsesi, deri që tash spaku çka kemi prej mintit, domethënë zyrtarisht, është që është koha, ka qenë gabim, po diçka konkrete nuk kemi. A ka pas edhe, ajo ndëmtu konsumatorët edhe të konsumi i energjisë elektrike, ajo mbetet hetimet me tregu. Po mu kthy të një çështje tjetër të komisionit parlamentare, po edhe nëse mujmë thonë debati politik shtu për energjinë, një problem që e shoh ka njëherë partitë politike, edhe në komisionet parlamentare, kështu ma shumë e kanë këtë idenë që me godit njëna tjetër, nëse me qitë keq njëna tjetrën të publiku, se sa ka njëherë me kërku përgjithësi prej agjencive të pavarura që është në këtë rast ZRE-ja, sepse detyra Komisionit Parlamentar të Kuvendit është me majtë përgjegjës ZRE-n. Unë do më thonë, në 5 vitet e fundit nuk është që kom pa në komision kështu të organizum parlamentar që e ka thirrë dhe ka mbajtë përgjegjës zyrën e rregullatorit të energjisë, madje edhe për çështje teknike. Jo veç se këtu diskutohet veç çështja e kapaciteteve, s'kemi ndërtu kapacitete. Dashna veç pak me kthy, se të majt debatin veç në çetrafsh, domethënë partitë politike, pastaj pi amnistojmë nga përgjithësia disa aktorë të tjerë brenda sektorit që janë shumë të rëndësishëm. Domethënë, po i përmendi disa, domethënë, kur flasim për importin, përgjithësia është e Keskos. Domethënë kompania po flas për shërbimin universal, domethënë është e Keskos, ndërkaq kur flasim për humbjet në rrjet, përgjithësi është domethënë Keci që i ka përgjithësinë edhe mi bo investimet. Kur flasim për mbikëqyrjen, përgjithësia është e zyrës së rregullatorit të energjisë. Çaj me munduna me hulumtimet që kemi bo vitin e kaluar buletin, ka qenë pikërisht që ta me zbrit që debatin që po marrë nivelin politik ku s'dihet mo kush çka e ka përgjithësinë, mi ekspozu problemet në bazë të përgjithësisë ligjore që i kanë aktorët. Sepse ky debat ka njerë e dëmton edhe procesin e mbikëqyrjes. Dhe çka kemi gjetë është, domethënë, nëse marrim veç importin, kemi gjetë domethënë mangësi të mëdha në mbikëqyrjen nga zyra rregullatorit të energjisë. Domethënë se rezultat i kemi publikuar edhe ato, domethënë çështjen e bartjes, domethënë na ka shku deri në vitin 2024 deri në 800 euro megavati për vetëm po flasim për bartjet e energjisë, edhe kjo ka ardhur si rezultat direkt i mungesës së mbikëqyrjes nga rregullatori për kompani që ju ka dhënë domethënë licencë për tregtim. Zotre Arifi, shkurt lutem, pastaj po, nëse mund veç pak se dyqysh PUS Borç tani qeverisë kurti kështu pak me e para pak po duam të fol për aspektin e vizionit politik sepse Janina e përmeni pak mirë po për shembull qeveria kurti kur ka ardhur është në mandatin nëse mundesh me përfundu brenda 20 sekonda lutem. Shumë shkurt. Kur ka ardhur në pushtet, ka ardhur dhe ka ndalë Kosovën e re. Në ndërkohë nuk ka bërë kurrë gjë. Dhe që kjo është gabimi fatal që është bërë prej anës tyre, sepse nëse kam pas qëllim me rindërtu anë, është dashur me nis procesin më njëherë dhe jo me prit në vitin e fundit me hap një farë tenderi edhe ai tender mund shu. Pra që kjo ka qenë ai gabimi kryesor që e kanë bërë. Shkurt lutem. Aleanca do të ndërtoj kapacitete të reja. Fokusi kryesor është ndërtimi e kapacitete të reja. Janina? Të veç të komisionet, ZRE-ja njerës ka pas korëm, edhe ZRE-ja nuk është paraqit, edhe pse jam konën kryetare komisionit, as për licencë Vukamovicit nuk ka dhënë përgjigje. Keku, as për thënë gjillë nuk ka dhënë përgjigje. Tash në këto kushte, unë veç e mashtroj dikant me thonë që na mundemi me shku ma shumë. Po, unë qa kësha kërkun qëto 5 sekundat e fundit, qytetaria do të jetë ma aktive. Kërkosh nuk ka orë në orët për kuvend që i kom pas të hapuna, njerëzve nuk ju besoj ke që kuvendi është i tënë. Pra, kuvendi është i gjithve. Edhe vjen në orë për kuvend dhe du të me të prit një deputat. So ma shumë që qytetarët janë insistus në kërkesa, aq ma llogaridhën s'ko më konë si qeveria, si partitë opozitare. Faleminderit shumë. Shkues të nderuar, ishte ky debati për çmimin e energjisë, por edhe investimet në energjetik. Ne kaq kishim për sonte, por do të jemi çdo natë nga ora 19 në televizionin Dugaxhini dhe në kallzo.com. E ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës mirëmbëjtje.